të gjë është dashur të bëj edhe PDK-ja, të propozoj 2 emrat e saj dhe pastaj të ngelit vetëvendosjes të gjykoj mbi atë se a mund të bashkëpunoj me emrat e propozuar ose jo. Nuk e mendoj që nëse potencialisht propozimet janë për subjekteve politike, mund të sjellin konsensus. Për ju është i papranueshëm zoti Konjufsa, për ata mund të mos jetë i pranueshëm cili do nga jo. E kuptoj mirë filli që... Jo, edhe pse Konjufsa tha ka emrat pak kapërcyeshëm të PDK-s për vetëvendosin, do të thotë që nuk mund të kapërcyen lehtë, mendohet për të. Po është normale, si ka 57 vota. Unë e konsideroj që edhe kjo i shërben asaj ndërtimit të mirë besimit që megjithatë në mesin e njëri tjetrit mund të ketë emra përbashkues dhe shumë mirë që ka, sepse ne jemi shoqëri e vogël dhe nuk e kemi të nevojshme polarizimin e vazhdueshëm për gjëra që nuk do duhej diskutueshin fare. Presidenti edhe ashtu ka rol goxha formal dhe mbi atë do të ishte e rrugës që gjindej një konsenzus dhe të mos na merrte kohë më shumë. A është e gatshme PDK-ja sot për sot kur po flasim të mos barikadohet tek emrat partijak dhe tentoj të sjell 2 emra të cilët mund të jenë përbashkues edhe për ju, edhe për vetëvendosjen, po për tek saj edhe për LDK-n e AK-n. Unë besoj edhe tash edhe ka qenë edhe me 4 mars ose 5 mars gatshme të mbështesë edhe emra që janë jashtë Partisë Demokratike të Kosovës dhe besoj që kjo me qëllim po mundohet të interpretohet gabimisht për me barakadu si fajtore partitë opozitore, jo vetëm PDK-n. Prandaj, unë besoj nga fillimi dhe këmë thonë edhe publikisht, por këmë dosh edhe unë edhe besoj këtë partitë opozitore me jap një shansë partisë pushtet, që ka fitu 51%, me dho shansën që me të rëgu vetë a është e gatshme që të ketë një kompromis politik për të zgjedhur presidentin. Ju e dini shumë mirë që si shtatë edhe ma herët, u pritë që